Australia u bë vendi I parë në botë që ka zbatuar një ndalim pothuajse total të mediave sociale për personat nën moshën 16 vjeç, por vetëm pak javë pas hyrjes në fuqi të ligjit, po shtohen dyshimet mbi efektivitetin e tij real, që nga 10 dhjetori vitit 2025, platformat kryesore të mediave sociale janë detyruar të mbyllin llogaritë e përdoruesve të mintur. Sipas mediave të huaja, rreth 4.7 milion llogari të mbajtura nga personat nën moshën 16 vjeç janë hequr nga platformat si TikTok, Instagram, Snapchat dhe YouTube. Megjithatë, intervistat me adoleshent, prindër dhe studiues tregojnë se shumë fëmijë po rikthehen në aplikacionet e ndaluara përmes mënyrave të thjeshta teknologjike, duke vënë në pikpyetje zbatueshmërinë e ligjit dhe ndikimin e tij afatgjat. Ndërsa qeveria e ka cilësuar mbylljen e miliona llogarive si sukses, akademikët paralajmërojnë se këto shifra mund të jenë mashtruese. Për shumë prindër, ndalimi nuk ka sjellë ndryshime të dukshme në jetën e përditshme të fëmijëve. Të gjithë prindrit me të cilët kanë folur kanë zbuluar se nuk ka ndonjë ndryshim real, është shprehur nëna e një adoleshenti. Ekspertët e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve paralajmërojnë se ndalimi mund të ketë pasoja të padëshiruara. Ato thonë se adoleshentët që hynë fshehurazi në aplikacione të ndaluara mund të jenë më pak të prirur të tregojnë situatat problematike të prindrit, nga frika se do të ndëshkohen. Studiuesit theksojnë gjithashtu se kompanitë e teknologjisë vazhdojnë të gjejnë mënyra për të angazhuar të rinjt në mënyrë indirekte dhe për të mbledhur të dhëna pavarësisht ndalimit formal. Ligji australian ka tërhequr vëmendjen globale me disa vende europiane, përfshirë Danimarkën, që përshqyrtojnë masa të ngjashme. Ndërsa debati vazhdon, mbetet e paqartë nëse ndalimi I mediave sociale do të arrijë të mbrojë realisht fëmijët, apo thjesht do t'u shtyjë ata drejt mënyrave më të fshehta dhe potencialisht më të rrezikshme të përdorimit të internetit.